Mirëmëngjes. Unë që shkom thonë të ndahet me juve, ko marak me i datë mirën e të kesin. Dje, kom pas kërcënim seksual. Para menu, në çfarë gjendje në ardhë, disa njerëz politikës edhe disa komandonta, ose diçka, një forcë e madhe, që bëni mendi, tashti po më kujtohet, burrat më të mirë të kombit i kanë shantazhu dhe i kanë vra edhe s'kan lënë gjë pa bo. Unë në momentin ku ja kum prek interesat e tyne edhe karakterin e tyne që ja kum prek, i ka gjamati që jenë të më luftu me të nda mënyrat, me më shantazhu e me më prish, për me mas me dalë zoni i vërtet në shesh këshia të këtyne shka kanë bo. Kjo është tyra e atyne njerëzve se rrinë mas metash, edhe rrinë mas dë njoni që i kritikon këta. Këta po mënohen me sjell frikë, e me më shantazhu po s'kan mujt, jem një neha për para tyne. Une edhe me juve ku kom bisedu, besoj si ka, nuk më keni kesh kuptu, po mu ka dash se i kom për 20 kërcënime në atë njën, telefar thirrje, kom telefar njerëz që më nuhen me më shantazhu me më marrë biseda shkurta me bo kamuflazhe, po besoj të Zoti në drejtësinë teme, besoj të Zotit në shoqërinë teme, besoj të Zotit të ju që jeni njerëz që e kuptoni se këta çdo send bukur dojnë me fundos edhe dojnë me aprish ardhmërinë këtij veni me shëzi sene. Unë e thëm, jam i sigurt